Do të shkohet tani deri tek ajo që kërkon protesta që është dorëheqja e Edi Ramës, kërkohet dorëheqja e Edi Ramës, natyrisht kërkesa kryesore, ka aty dhe një artikulim për një Shqipëri të re, pra për një politikë ndryshe nga ajo që është parë gjatë gjithë këtyre viteve, po te dorëheqja e Edi Ramës si shkohet. Ose Edi Rama do japi dorëheqjen vet, duke parë njerëzit në rrugë, duket se deri tani ai shikon atë që do vetë të shikojë aty. Ose do ketë presion nga vetë partia e tij që mban 83 vende në parlament për ta larguar kryeministrin Rama, ose do të ketë një presion pastaj nga organet e drejtësisë, për shembull, nëse ngushtohet laku, që duket se nuk po shkon, nuk do shkoj deri te kryeministri Rama. Për të qenë sinqert, deri tani nuk ka asnjë shenjë se drejtësia e re mund të shkojë deri te kryeministri Rama. Si e shikoni të gjithë situatë? Të vërteta, patjetër, të gjitha pikat, unë mendoj që nuk ka një pikë të vetme që do ta bëjnë, të gjitha pikat bashkë. Pra, të gjitha këto drejtime, të gjitha këto avancime bashkë. Një diçka që bëri protesta e ndau imazhin e Edi Ramës që ai ka krijuar në mënyrë false me sjelljen e tij, si dhe me nxitjen monetare që ka bërë eksponentëve ndërkombëtar jashtë shtetit. Pra, ju e dini që atje jashtë ai mban një qëndrim tjetër, një diskurs tjetër, një fytyrë tjetër. Ndërkohë që këtu brenda ne dinim të vërtetën Edi Ramës. Tashti është shumë e qartë për ndërkombëtarët, edhe ato më naivët dhe ata më mbështetësit e tij, është e qartë që ai është më i pambrojtshëm. Pra, fytyra e vërtetë e tij është kjo që neve shohim. Ajo që flet populli vet, sepse është i pakundërshtueshëm populli. Pavarësisht çdo lloj mendimi që mund të ketë ndonjë diplomat i huaj tek e tuk. Pra, këtu po dele vërteta e madhe. Shqiptarët kanë drejt, kishin drejt për këtë njeri dhe nuk ka sesi, se tani të jemi shumë të qartë, nuk ka sesi të ketë gjithë frymën popullore kundër një vit mbas zgjedhjeve dhe një vit përpara ky pas ka fituar 83 mandate. Pra, kjo njëkohësisht është edhe shpjegim i shifrave të vërteta të datës 11 maj 2025. Si do ishte e mundur që ky pas ka këto shumicë kaq dormuese kur gjithë populli është në shesh. Atëherë shumë qartë ky është vërtetimi i asaj që Partia Demokratike ka qëndruar gjithmonë, që këtu nuk ka të bëjë me çështje zgjedhjesh, këtu ka një parti shtet, njëjtë siç e shkruajnë raportet ndërkombëtare, e atëherë kjo tashmë është gjithmonë e më e dukshme dhe më e pakundërshtueshme. Përveç imazhit, ka dhe lëvizje tjera. Brenda Partisë Socialiste, ju e përmendët pak më parë, ka një deputete që ka kërkuar deputete. Sa vlerë ka kjo lëvizje brenda Partisë Socialiste? Janë disa tashmë, po. Ta kanë vlerë. Ky është veprimi i qartë dhe është veprimi i qartë që bëhet si rrjedhoj direkte e protestës. Po kjo nuk është se ka ndodhur, pra nuk është se Partia Socialiste nuk ka pas më përpara problematika që dishin sy her mbas here dhe që ne i dim që janë thella, pra kush merret me botën politike, që pritet të çahen. Pra, nëse më datë 12 mars, besoj e mbani mend se si mbrojti Belinda Ballukun në parlament duke bërë një votim për të mos heq imunitetin diplomatik të saj, edhe pse të gjitha kancelarit ndërkombëtare u shprehën qartësisht që duhet hequr ky imunitet. E megjithatë ai votoi kundër dhe faktorit ndërkombëtar dhe mbani mend, siç e mbajnë mend të gjithë, që 2 deputet të Partisë Socialiste që atëherë nuk shkuan fare. Pra, qartësisht ne e dim pse nuk shkuan. Dhe po të kishte bërë Edi Rama edhe aso kohë votimin e fshet, t'jeni të bindur që mandati i imunitet diplomatik i zonjës Ballukut do ishte hequr që atëherë. Se brenda Partisë Socialiste ka një numër jo të vogël, ka një numër të madh deputetësh, të cilët do të votonin për t'u heqë imuniteti për mbrojtjes që ajo përdor për të mbrojtur nga hetimet. E tashti do jetë momenti i dytë, sepse do vijë sërish një moment i dytë, pra nga drejtësia do bëhet një kërkesë e dytë në këtë drejtim. E kjo brazd është thelluar akoma më shumë. Tashti është një hulli e madhe. Dhe unë do thoja që sërish do jetë ajo sfida. Do ta bëj votimin të hapur apo të mbyllur. Pse nuk guxon ta bëj votimin e mbyllur të fshehtë? Pse zguxon ta bëj? Sepse është shumë i qartë për qëndrimin dhe brenda partisë vet. Pra, ai po humb dhe partinë e vet, dhe nëse ka provë, duhet në një provë për këtë.